Përshëndetje miq të podcastit tim pa komplekse me mua Elionin. Ju siç e keni parë deri tani, unë kam pasur të ftuara shumë gra në podcastin tim. Ka dhe plot të tjerë që po ma komentojnë këtë gjë. Mirë po, unë më herët jam marrë edhe me letërsinë shumë. Jam marrë edhe me shkrimtarët, dhe sidomos me gratë shkrimtare. Sepse gratë shkrimtare kam pasur gjithmonë guximin të thonë gjëra që shumë të tjerë nuk i thonë datë. Përmes letërsisë ato kanë rrëfyer jo vetëm histori, por kanë folur edhe për lirin, për vetmin, për dashurin, për dhimbjen, por edhe për vendin e gruas në shoqëri. E ftuara ime sot është një nga zërat më të rëndësishëm të letërsisë shqiptare, edhe nuk vjen vetëm nga bota e shkrimtarisë, po vjen edhe si përkthyese, pasi edhe ka përkthyer shumë libra nga gjuhët huaja, por edhe është përkthyer në shumë gjuhët huaja me krimtarinë e saj. Prej dekadash ajo ka sjell me letërsinë e saj personazhe dhe histori që kanë reflektuar kohën, shoqërinë dhe njeriu. Sot me mua kam kënaqësinë e veçantë që kam shkrimtarën, përkthyesën e mirënjohur, zonjën Diana Çuli. Zonja Diana, faleminderit shumë për që pranuar ftesën time. Mirë se u gjeta Elion në këtë podcast shumë interesant që edhe unë e kam ndjekur edhe më vjen mirë që sot jam e ftuar këtu. Është shumë kënaqësi, ne kemi bërë bisedë edhe më herët bashkë. Po, nuk është hera e parë. Po jo me mikrofona. Pikrisht para 6 vitesh në fakt dhe bënim atëherë online dhe u publikua pikrisht te dritarja ku po e filmojmë edhe sot. Mirë po, unë doja t'ju pyesja zonja Diana se si fillua të shkruani, domethënë si e kujtoni vajzën e re që nisi të shkruante dhe si ishte shkrimi për ju? A ishte një nevojë për të krijuar, për të shprehur, apo ishte një farë kuptimi i botës për juve? Po besoj se në thelbin e letërsisë qëndron pikërisht kjo që thatë në fund, kuptimi i botës. Por këtë gjë nuk e kupton kur je tepër i ri ose në fillimet. E kupton, ose si thua prindrit e kuptojnë që ti je shumë e lidhur, që unë isha e lidhur me letërsinë, se ndonjëherë në vend të dilja të luaja lexoja libra, ose pas e pak më vonë mësuesit e letërsisë ose mësueset, kemi pas më shumë mësuese dhe shumë të mira, ta marrin atë hartimin, sot i quajnë se, por ne i quajnim hartime, edhe atë hartimin na i vinin në tabel muri në korridor, për shembull. Edhe kjo është një rrugë e fillimit që të vegjëlit ose të rinjt kuptojnë prirjet. Sa është e nevojshme kjo përkraja mësuesve, sidomos kur dikush ka talent që të shkruaj? Unë mendoj që mësuesit dhe familja sigurisht, po edhe mësuesit në shkollë, sepse aty është një lloj vlerësimi më formal, më zyrtar, se sa kur thot prindi, apo jo. Po, me që përmendëm edhe shkollën, unë nuk ju kam parë, të paktën unë nuk ju kam parë që të flisni shpesh për studimet tuaja. Si ju formësuan juve studimet në mënyrën se si ju mendoni, për edhe si shkrimtare? Atëhere, unë pikërisht nga kjo prirje që duke u rritur forcohej, kur isha në gjimnaz në shkollë të mesme, e kam bërë dhe Qemal Stafa gjimnazit, unë atëhere u binda që doja patjetër të studioja për gjuhë letërsi. Mendoja që në qoftë se do doja të shkruaja dhe kisha bërë një poezi, ndonjë skicë, që ishin dhe botuar te ndonjë revistë e vogël. Por mendoja që patjetër duhet të formësohesha, edhe formimi do ishte fakulteti i gjuhës dhe i letërsisë, edhe ishte vërtet, kemi pasur profesor dhe profesoresha shumë të ditur, shumë të zgjuar, të cilët na hapnin, në ato mundësi që qenë, na hapnin neve horizontin dhe na kanë mësuar shumë mirë. Zonja Diana, e përmendëm familjen. Si jeni rritur ju? Si ka qenë familja juaj? Atëre, unë kam lindur në Tiranë, por prindrit e mi, mbas luftës së dytë botërore kishin ardhur në Tiranë. Mbasi mbaroi lufta, edhe kështu që unë kam lindur në Tiranë, po këtu i kisha të gjithë njerëzit, si të njerëzit e babait, ashtu dhe të nënës. Edhe në ato kohra familjet bashkoheshin shumë më tepër se sa sot, apo jo. Edhe të diellat, festat, mbasditet i kaloje me gjyshrit, i kaloje me tezet, me hallat, domethënë kemi qenë shumë të lidhur. Siç ishin të gjithë familjet shqiptare në atë kohë, por kishim këtë që në të dy anët ne kishim dajat, hallat, xhaxhallarët kishin shumë dashuri për librat. Ishin shumë, do të thënë bibliotekat ishin gjithandej. Nga do që shkoje në ato shtëpi,
ishin bibliotekat, ishin librat, lexoj në gjuhë të huaj, domethënë ky ishte si një kopësht që të mbështeste. Pa ishte familja juaj mbështetëse për juve si shumë shkrimtare? Mbështetëse, si shkrimtare do bëhesh vetë më vonë, po ishte mbështetëse shumë në këtë prirje që ata më dallonin. Po ishte domethënë mbështetëse në kuptimin e mirë të fjalës, më blenin librat për shembull, ose kur un kam mbushur 18 vjeç, dhurata më e bukur që më bën prindit ishte një bibliotekë shumë e bukur. Ua. Po, që e kam akoma, e ruaj akoma, e kam në shtëpi me librat e vjetër, dhe ata nuk më bën dhuratë tjetër, po më bën këtë bibliotekën. Po, unë mbaj mend një bisedë që kemi për bashk, privatisht, mbaj mend që më keni thënë që gjyshi juaj ka qenë në Amerikë. Edhe si e kujtoni ju gjyshin tuaj? Jam shumë kurioz di se si e kujtoni gjyshin tuaj nga larg. Gjyshi, si shumë gjyshër të tjerë të brezit tim, këta ishin emigrantët ekonomikë që quhen, kishin ikur në gjyshim kishte ikur në fillim të shekullit. Domethënë kishte qenë 13 vjeç kur ishte nisur për në Amerikë. Wow. Se i nisnin unë habitem njerëzit sa të guximshëm kanë qenë, ai ishte nga punoi himarës dhe bashkë ai ishte 13 dhe vllai ishte 10. Dhe u nisën të dy. Dhe i nisën të dy, duke thënë do arrinin në Francë, atje te vapori do ju presi një xhaxha. Dhe këta në fillim kanë ndonjur në Francë, kanë punuar në ato lokalet që punonin shqiptarët. Dhe imagjino që s'kishte as mjete komunikimi atë. As mjete komunikimi dhe pastaj gjyshi tregonte gjithnjë atë rrugën kur u bë rreth pak më i madh, kishin kushërinë të tjerë në Amerikë dhe Amerika ngjante më mirë nga pagesat ose nga se këta iknin për të ndihmuar familjen, mendonin që të shkonin të forcoheshin vetë, të merrnin sa para më shumë se sa në fshatrat e vuajtur të Shqipërisë, dhe të dërgonin dhe atë bën gjithë jetën. Dërguan gjithë jetën para. Dhe ikun në Amerikë pastaj bashkë me vllajin. Ai tregonte gjithnjë që një kushëri po aq i vogël humbi në vapor. Domethënë nuk u gjet më kur zbritën ose muaj të tërë që ecte anija që kalonte oqeanin, të arrinte deri në si në ato filmat që kemi parë. Po si e kujtoni ju gjyshin? Jo, gjyshi im erdhi nga Amerika në vitet 60 sa, më gjeti mua 10 vjeç aq sa kishte lënë maman time. Wow. Se gjyshi erdhi, u martua, pastaj ikte prap dhe familjen e linte këtu. Vinte dhe ikte, familja ishte këtu dhe ai ndihmonte që andej me aq sa mundej. Dhe ne nipët e mbesa që ai gjeti shumë, se gjyshja ime i kishte rritur të 5 fëmijët me atë forcën e grave shqiptare që kishte kaluar luftra, djegje, tmerre, por ai i gjeti të gjithë, i gjeti me shkolla, i gjeti në punë, i gjeti të martuar me nipa me mbesa, dhe ishte një gjysh shumë i dashur për ne, shumë i mirë. Po do jetë e vështirë që të mbasësh pjesën, domethënë të mbasësh edhe rritjen e fëmijëve tu. Unë mendoj që ka qenë një plagë sociale shumë e rëndë. Unë i mbaj mend dajat njerëzit nënën që këta në fillim e shikonin si një xhaxha të ardhur nga larg, si një njeri të panjohur. Pastaj dal nga dal u mësuan, por marrëdhënia nuk ishte kurrë njësoj si me nënën e tyre. Po gjyshja e vuante këtë largimin e gjyshit? Nuk e thoshnin. Ajo gjithmonë thoshte nuk na mori, na la këtu, nuk na mori, këta ankesë bënte. Por ishte një grua e fortë. Gjyshja ime ishte nga ato që na ka edukuar shumë. Ajo ishte një njeri ambulant që dinte mira vargje. Dhe shpesh bisedat e saj ilustronte me vargje, që dinte të popullore, të gjithçka, dhe ishte shumë e zgjuar, pavarësisht që kishte bërë pak shkollë, po ishte shumë e zgjuar. Po prindrit sa ishin prezent në jetën tuaj? Jo, shumë prezent, padyshim. Në kohën e brezit tim, prindrit edhe sot janë prezent, ja. Prindrit shqiptar janë prezent. Ishe e lidhur me familje, jetoje në familje, domethënë. Kemi qenë të lidhur deri në fund të jetës tyre. Simone de Beauvoir thot se gruaja shpesh edukohet që t'i përkas dikujt tjetër. A keni ndjerë ndonjëherë këtë presion jetën tuaj? Unë nuk e kam ndjerë në familjen time. Neve ishim 2 motra, edhe babai im ishte shumë i lumtur që thoshte kam 2 vajza. Nuk thoshte që pse nuk kam një djalë, për shembull. Nëna ime më tepër e kishte këtë, thoshte që unë jam një nën pa djalë. Por babai nuk na arriti me këtë, dhe ajo na mbështeste shumë, nganjëherë thoshte këtë. Në familjen time, pastaj në jetën time bashkëtorë, kemi qenë të barabartë, nuk e kemi pasur këtë. Por Simone de Beauvoir ka të drejtë sepse historikisht kështu ka qenë. Historikisht kështu ka qenë. Po, në një kohë kur letërsia dominoi më shumë nga burrat,
Si ishte për ju si një grua që të shkruanit? Po, u dominua nga burrat në të gjithë botën. Do me thënë, në 1800-ën shkrimtare angleze apo George Sandi ishin gra, edhe shkruanin me emra burrash, sepse ndryshe shtëpia botuese nuk i merrte. Ka dhe filma për këtë, që shkonte ajo dhe i tha i dashuri ndro bë emër burrit sepse po si ishte këtu? Si ishte në Shqipëri të shkruani? Jo, në Shqipëri nuk është se kishte ndonjë paragjykim zyrtar në qoftë përkundrazi, se propaganda ishte që jemi të barabartë burra dhe gra. Gjithë çështja ishte që kulturalisht arti dhe kultura në shekuj, në gjithë botën, edhe në Shqipëri aq më tepër, kishte qenë domen i burrave. Kështu që hyrja e grave në letërsi që ka filluar me Droi nga 1920 që me Dora Distria në ato, edhe më përpara pak me Dora Distria, po që nuk njeshin shumë e mëtej, mbas luftës dytë botërore pati më shumë emra, nuk vinte nga që të pengonte njeri, po se ishte e gjithë kjo kulturë shumë mira vjeçare që nuk është se unë nuk doja ose më pengonte dikush, nuk e ndjeje këtë gjë. Puna është që ti ndjeje një fuqi shumë të madhe letrare rreth e rrotull dhe mendoje që kishin bërë këta burrat e shquar. Dhe thoshje që të duke vetja shumë liliput në këtë gjë. Kjo ishte. Po Virginia Woolf shkruante që një gruaje i duhet një dhomë vete për të krijuar. Është shumë e bukur, është e famshme kjo shprehje e saj, po. Po ju e patët ndonjëra dhomë fizike apo shpirtërore? Shpirtërore po. Fizike e kam tani. Vetëm tani mund ta kem këtë dhomë, sepse ne jemi rritur në një kohë kur shpinta jepte lagja ose fronti. Kështu që nëse ishe me një fëmijë ose dy fëmijë, kishe vetëm një kuzhinë. Kështu që ku mund ta bëje dhomën më vete? Dhoma më vete shndërrohej ajo kuzhina me aneks kur flinin fëmijët edhe kur buri merre me një gjë të tillë dhe unë atëre ulesha të shkruaja dy gjëra. Po cila është familja juaj sot, Sonja Diana? Kush e përbën familjen tuaj? Familja ime, ne kemi patur dy fëmijë dhe i kemi një vajzë e cila është martuar, është me dy vajza, sot ajo është profesoresh në universitet në Paris. Ka fituar tituj shumë të lartë të profesoratit. Kuptohet vetë që e ka qarë me forcën e saj, se atje nuk ka se si të mos jeshe shumë e zonja që të arish aty. Ka dy vajza, të cilat janë në moshën e adoleshencës dhe vërtet është larg, nuk është aq larg sa në Amerikë. Unë Amerikën nuk do ta doja kurrë, se kujtoja letrat që donin 3 muaj të shkonin dhe të vinin. Ndoshta edhe nga gjyshi? Ndoshta edhe nga gjyshi. Kujtoja atë të merin që thoshin erdhi letra, po ose kaloi një muaj dhe s'ka ardhur letra akoma. Kështu që këtu e di që mund të marrësh avionin, ato vinë, është 2 orë rrugë. Është afër, është WhatsApp-i. Sot ka ndryshuar. Po jeni e lidhur jemi shumë të lidhur. Edhe i presim tani në verë, për shembull, ose komunikoni shpesh me vajzën? Gjithmonë komunikojmë shpesh me vajzën. Djalin e kam këtu. Edhe ai mbaroi studimet në Rom për arkitekt, se dhe vajza mbaroi në Rom për letërsi angleze. Edhe ai është martuar dhe ai ka 2 fëmijë, po më të vegjël, 2 djem, kështu që le të themi që ne jemi gjyshër të plotësuar, të kënaqur. Po bashkëshorti? Bashkëshorti ka qenë inxhinier elektronik, ka punuar, le të themi, në zonat e vështira të Shqipërisë, në Fusharës, ku nxirreshin mineralet, ka qenë në metalurgji, inxhinier elektronik, ka qenë në tërë këto, ka punuar nëpër Shqipëri shumë gjatë. Unë dua të kaloj tani të një temë që unë e kam shumë përqef, po e di që dhe ju e keni shumë përqef, që lidhet me feminizmin. Çfarë do të jeni feministe për ju, Zonja Diana? Ndoshta të më lejohet të bëj pak fare histori. Patjetër. Po. Ndoshta nga që unë kam qenë shumë e përfshirë në lëvizjen e gruas. Feminizmi është ajo lëvizja që lindi për të drejtat e grave që në Shtetet e Bashkuara në 1800 sane. Pastaj janë 3 valë të feminizmit deri në vitet 60. Edhe ku Simone de Beauvoir dhe Virginia Woolf që përmendëm ishin te vala e dytë dhe ishin nga personazhet më kryesorë që ndikuan shumë. Dhe mbas luftës së dytë botërore ne kemi një ndryshim të jashtëzakonshëm të kondicionit të grave. Në të paktën në botën perëndimore, po dhe në botën e lindjes. Kjo gjë ndikoi shumë. Lufta që bën gratë vetë për të dhe quhej lëvizja feministe. Sot nuk quhet më e tillë, ka një 2 dekada, quhet lëvizja për
për mundësi të barabarta dhe gender equality, e thon anglisht, do të thënë barazia gjinore. Barazia gjinore. Dhe koncepti është ky që se ndonjëherë feminizmi keq kuptohej nga vetë fjala dhe quhej sikur është luftë kundër burrave, që nuk ishte e vërtetë, ishte luftë për barazi. Dhe atëherë sot ne themi që ne luftojmë që të kemi të drejta, të kemi mundësi të barabarta. Mund të jemi të ndryshëm, por jemi qenie të ndryshme. Apo jo, gjykojmë ndonjëherë ndryshe gjëra, si në një familje, apo jo, burrat kanë të tjera tipare dhe gratë të tjera, po të kemi të njëjtat mundësi për të ecur përpara, për të shkolluar, për të punësuar, ligji të jetë i barabartë për ne. Dhe të mos jemi, si thoshte Simone de Beauvoir, kur shkroi librin e saj Seksi i dytë, do të thotë, si thua gjinia e dorës së dytë. Në këtë kuptim e ka shkruar atë libër ajo. Francezët e përdornin shumë me këtë kuptim, le deuxième sexe, dhe prandaj që të jemi të barabartë në shoqëri, të mos jemi kategoria e dytë, po të jemi barabartë. Siç është legjislacioni sot edhe për minorancat, për minoritetet, për etnitë ndryshme. Po ju a mendoni që gjinia është konstrukt dhe vetëm seksi është biologjik? Gjinia është shprehje më shoqërore. Seksi përdoret kur është biologjik, kur lind fëmia, lindi femër apo mashkull. Dhe Simona thoshte një gjë shumë të bukur, që grua nuk lindesh, grua bëhesh. Do të thënë ti lind barabar, një foshnjë barabar, siç lindë një djalë. Je djalë apo vajzë, s'ka rëndësi, është gëzimi i prindërve që lindi një foshnjë e mbar. Por ti bëhesh grua, do me thënë të quajnë të dorës së dytë gjatë jetës, rrethanat sociale ku të ka vendosur kultura mashkullore prej shumë vitesh. Fiks. Po, a mendoni se shoqëria shqiptare ende ka frikë nga gratë e forta dhe të lira? Jo, nuk e besoj më. Nuk është se ka frikë. Unë mendoj që sot ka ndryshuar shumë dhe nga 30 vjet përpara. Dhe në 90-ën gratë nuk ishin si në 45-ën. Por dhe në këto 30 vjet janë dhe me ndihmën e organizatave televizës së gruas botërore, po dhe me politikat e reja që vendosi Europa, BE-ja, edhe në gjithë botën që është kjo lëvizje, sot ne kemi një ndryshim jashtëzakonisht të madh, edhe shoqëria është mësuar. Tash patjetër ka dhe në Francë, edhe në Itali, edhe në Gjermani, qëndrime tepër të dhunshme ose të papranueshme se nuk arrin ndonjëherë do ta kuptojnë, është e zorshme që kjo nuk ma ka nevojën mua, se ka rrogën e saj, nëse dhe mund të divorcoj dhe të jetoj më vete. A mendoni që pavarësia financiare është shumë e rëndësishme për një grua? Është absolutisht e rëndësishme. Absolutisht. Po sa rëndësishme është për një grua mbështetja e një burri në jetën e saj? Duhet të jenë të dy mbështetje të rëndësishme. Do me thënë një grua të jetë reciproke mbështetja. Po gjithsesi jetojmë tani në një kohë që shumë gra nuk e ka nevojën e një burri në jetën e tyre. Po të mos duan le mos e kenë. Ka dhe burra që se ka nevojën e një gruaje, po është më rrallë. Po burrat në jetën tuaj, çfarë ju kanë mësuar juve për veten? Njeriu burri që ka ndikuar shumë tek unë ka qenë babai im. Edhe ai më ka mësuar për jetën që të mos nxitohem, për shembull, ka qenë një ai ishte përmetar me origjinë dhe përmetarët shquhen për maturi dhe për pjekuri. Dhe më thoshte ndonjëherë ti je rrëmbyer, kështu që mendo, se më thosha jo, do ta zgjidh shumë kur ishim të rinj apo jo. Edhe thoshte mendo një herë, qetësohu, pastaj mendoj, shikoj edhe një herë të çështje, pastaj po edhe ai na ndikonte për këtë barazinë, asnjëherë nuk e pse të mendosh që je vajzë dhe nuk je njësoj si gjithë të tjerët. Për shembull e përmendëm Beauvoir, po Beauvoir dhe Sartre kishin një marrëdhënie të pazakontë për kohën, që ishte atipike. Po ju a besoni se dashuria duhet të jetë partneritet mes dy individësh të lirë? Ata e provuan, nuk funksionoi. Edhe jo vetëm ata e kanë provuar shumë, ai Brez dhe Mëtej, e quanin le couple libre, thoshin francezët, copia aperta, çifti hapur. Lidhja e hapur. Lidhja e hapur që do të thotë, e kishin madje edhe marksistët e Leninit, Rosa Luxemburgu dhe këta thoshin që martesa është një institucion i vjetër, borgjes, dhe njerëzit duhet të bashkohen me një dashuri të bindur, nuk kanë pse të bëhet martesa që bëhet e kombinuar, që bëhet me shkësi, që bëhet për prona, që bëhet për truajtur pasurit, që bëhet midis familjeve
se kanë ata interesat e tyre. Ata thoshin 2 njerëz duhet rinë bashkë për shkak se duan të rinë bashkë, jo t'i detyroj asnjë rrethant tjetër. Dhe në këtë rrym është edhe kjo gjë që menduan Sartri dhe Simona dhe shumë të tjerë, që ne vendosim të rinë bashkë për shkak se na bashkojnë ide, na bashkon edhe dashuria për njëri tjetrin, por ne jemi dhe të lirë që të mos e torturojmë njëri tjetrin pse të pëlqen një moment, një aventurë. Dhe kjo është shumë interesante sepse ata që të dy kanë shkruar nga secili nga një roman për këtë çështje, mbi një histori që pati Sartri me një ruse më duket në origjinë, dhe të dy e kanë parë në 2 qasje të ndryshme. Sartri e ka parë si një burr që fillon dhe bezdiset nga xhelozia e grave dhe ndahet nga të dyja. Ai personazhi i librit. Kurse Simona e ka parë që ajo personazhi që e pranon këtë lidhje në këtë mënyrë, në fillim e pranon këtë të tretën që hyri në jetën e tyre, me këtë vizionin që s'ka gjë do kaloj, por ne të dy jemi prapë. Dhe në fund fare nuk duron, po i lëshon gazin asaj në libër. Do të thotë që nuk është kaq e thjeshtë ti administrosh emocionet apo dashurinë apo lidhjen njeriu, kjo është një gjë e natyrës, kështu që Po me që e përmendëm këtë lloj lidhje, unë kam një shoqe shumë të mirë nga studimet e mia në Poloni, hungareze, që është në një lidhje të hapur edhe ajo vetë thoshte që është dakorduar me partnerin e saj që të ketë një lidhje të tillë. Mirë, po kur flet me njerëz, për shembull Tazam, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, i duket e pakonceptueshme, thonë një lidhje e tillë, vetëm lidhje nuk është. Nuk e di se si e mendoni ju. Jo, unë këtu bëhet shpesh ky debat për shkak dhe të këtyre librave që janë lexuar dhe edhe në Shqipëri kanë ardhur pastaj njihet si gjë, kurse nuk njihet, po njerëzit edhe unë vetë nuk besoj që, dhe vetë nga shembulli i Simonës që e ka trajtuar dhe analizuar shumë mirë dhe nuk e ka për thjesht për veten e saj. Edhe nga shumë shembuj të tjerë, për shumë e ka pas shumë të fuqishme lëvizja e hipive në vitet 70-80, këtë gjë që do me thënë ne mund të kemi dhe fëmijë, po do jetojmë të lirë. Dhe ata panë pastaj që nuk vazhdoi dot kjo gjë, nuk është shumë e thjeshtë. Sepse pastaj kjo ka lënë edhe vetë koncepti i lidhjes së hapur është i komplikuar, është i komplikuar dhe nuk është shumë realist. Sepse është liri seksuale, po pastaj ti thua unë e dashuroj këtë person, dua të rrit jetoj me të dhe kam në të njëjtën kohë liri seksuale me persona të tjerë. Nuk, në një lidhje midis 2 vetave që pranojnë se dashurohen, gjithë historitë e tjera janë jo shumë të lehta për të pranuar. Është një lloj investimi emocional, ëh? Është një gjë që ka bërë natyra që ti e do këtë njeri dhe nuk të pëlqen shumë ta shikosh me një tjetër. Edhe nuk është shumë e lehtë për tu përballur. Ndonë se shohim shumë që lidhjet poliamoroze janë duke u hapur, sidomos në Berlinin e famshëm, në Gjermani. Po prova, kështu duket sikur kjo ka lidhje me lirinë, por ndonjëherë mund të dëmtojë edhe vërtet dashurinë e vërtetë, mund ta dëmtojë. Po, zonja Diana, a mendoni se ekziston ende ideja se gruaja duhet të zgjedh mes krijimit familjes edhe realizimit personal? Jo, nuk ka. Varet nga njeriu, po nuk besoj një njeri që e ka një piktore, një muzikante, një shkrimtare që e ka shumë të fortë profesion. Çfarë na prishi punën? Po një grua që s'ka pavarësi financiare të zëm, që rrethanat e jetës e detyrojnë që nuk është e mundur që një grua që të ketë talent dhe aftësi të ketë pamundësi financiare. Do gjej një punë. Po ta zëm është një fshat atje larg, s'ka se si në një fshat atje larg patjetër ka një punë atje. Po shkollimi si do e bëj, po se pati për krahun e familjes. familjes. Atëherë ai pa shkollim nuk bëhesh dot as. Shkrimtare se kështu. Duhet guxim, ë? Duhet guxim dhe duhet të dalësh nga situata gjithmonë. Edhe kanë dalë. Ato që kanë dashur e kanë dalë. Po në rastin tuaj, si e keni ekuilibruar ju jetën private me krijimin, me angazhimin publik, po edhe me vetveten, edhe me kohën me veten? Kjo gjithmonë ka qenë temë edhe e lëvizjes së gruas dhe e barazisë gjinore, ka qenë shumë temë e fuqishme, sepse të drejtat erdhën së bashku me të gjitha këto ide dhe ti duke kërkuar punësim të barabartë, unë dua të shkollohem dhe të kem dhe punë, do punoj dhe unë, atëherë ti duhet të përballosh edhe një pjesë tjetër të jetës që ndoshta s'të shkon në mendje kur nuk ke akoma fëmijë dhe nuk je martuar. Do përballosh edhe jetën familjare që ka shumë pengesa dhe detyra, po i kemi përballuar. Edhe është një bast që vë me veten, që do kem shumë vështirësi,
Por do ta për shembull, sot mua më duket se gratë e reja që janë të martuara, që janë me fëmijë, janë në punë dhe që janë të zonja, janë drejtoresha, janë drejtojnë biznese, edhe që janë gra shumë të forta, dhe janë me fëmijë, dhe janë me burra, dhe kanë jetë familjare, po ke dhe prindrit, po ke dhe shumë gjëra që do kujdesesh. Unë them që prap kanë disa kushte më të lehta se sa ka pasur brezi im. Unë vetë kam bërë 13 vjetë radha në 2 të natës për të marrë qumshin për fëmijët. Do me thënë, në 2 të natës do ishe në radhë, se qumshi vinte në 6, po të shkoje në 3 ose në 4, ishe në fund të radhës dhe nuk e merja atë qumshin. Kështu që do shkoje në 6 të lije fëmijët në kopshe në qerdhe dhe në 7 duhet ishe në punë. Edhe në 3 gjysmë që vije nga puna do rije prap të radha e vajgurit ose e patateve, të gjitha këto ndaheshin edhe me bashkëshortin, sepse ishte do t'i ndaje këto detyra, po do merje edhe, do ngrije edhe drut, dhe me thënë ka qenë një fazë, jo shumë e largët, por ja që ne e përballuam bëm dhe libra. Po, a ka pasur ndonjë moment që jeta juaj personale është bërë material letrar? Po shiko, është që shkrimtari shkruan në fillim, kur shumë i ri shkruan vetëm për ato që di vetë, ato që e rrethojnë dhe ato që rrethi është i vogël, i njohurive të jetës. Edhe ti shkruan në fillim ato ndjesitë tua, sidomos kjo duket ke poezia, është e para që të tërheq dhe thua ndjesi. Pastaj si ai rrethi Sokratit hapet njohja. Edhe ti fillon edhe vëzhgon jetën. Shikon njerëzit, ndryshishmërinë midis njerëzve, qëndrimet e tyre, sjelljet, kupton botën, ato që thatë ju në fillim. Fillon të përpiqesh të kuptosh botën. Dhe atëherë kjo shndërrohet në lëndë letrare, e fut në atë laboratorin tënd, edhe nxjerr personazhet që vjen nga njohja dhe nga vëzhgimi, nga observacioni. Po, çfarë ka ndryshuar më shumë ndër vite, zonja Diana? Më shumë letërsia juaj apo vetja juaj? Të dyja janë pasojë njëra tjetrës, ndryshoj unë, ndryshon dhe letërsia ime. Po, se kalojnë vitet, fillon, i shikon gjëra tjetërsoj, ke shumë përvojë më tepër, nuk nxitohesh. Po gjithsesi romani mbetet akoma shtëpia juaj kryesore. Romani ka qenë gjithmonë zgjedhja ime që në fillim, botoj dhe tregime, librimi i fundit ka qenë me tregime, dhe tregime është i vështirë. Nuk është i lehtë si zhanër. Se do të thuash në njërë në pak faqe, do të thuash shumë gjëra, apo jo. Pa, mendoni se letërsia duhet ketë përgjegjësi morale ndaj shoqërisë? Letërsia, përgjegjësi morale, më tepër është një term që mund t'ja thuash politikanëve. Por letërsia ka një përgjegjësi tjetër, ajo shkon tek njerëzit, ti nuk e shkruan ta mbash për vete. Ti e komunikon me njerëzit atë gjë, dhe ato që thua, që shkruan, ato gjëra që njerëzit mund perceptojnë nëpërmjet tekstit tënd, ato kanë një lloj përgjegjësie, sepse ti mund të ndikosh pa dashur dhunë, ose ti mund të ndikosh pesimizëm, ose të keqen mund ta ndikosh me librin tënd. Dhe ka autorë që kanë bërë këtë gjë, ndoshta kanë dashur të vënë në dukje sa i keq është shpirti njerëzor në raste të veçanta ose të shpeshta, por kanë shkruar vetëm për këtë gjë, dhe ti ndonjëherë në vend të bësh mirë, në vend ta përmirësosh shpirtin e njeriut, që është një qëllim kryesor. Nëpërmjet librin tënd ta bësh, si të thuash, që të reflektojë mbi ato që ti tregon, ta shkruan për një luftë. Nuk mban qëndrim, nuk bëhesh me njërin apo me tjetrin, po e përshkruan atë luftën. I vë personazhet në atë situatë të vështirë dhe nga fatet e tyre, nga qëndrimet e tyre, lexuesi fillon dhe reflekton. Dhe thot, po unë si do veproja. Kjo është përgjegjësia që them unë në një libër. Po çfarë mund të bëjë letërsia që politika s'mund ta bëjë? Nuk janë 2 detyra krejt të ndryshme. Nuk kanë, letërsia nuk ndjek realitetin si politika. Nuk ecën paralel me politikën. Letërsia ka rrugën e vet të sajën, e ka me mendjen, me shpirtin njerëzor, me këtë, nuk e ka me atë. Ju ndërkohë jeni përkthyer edhe në shumë gjuhë të huaja. E përmenda që edhe keni përkthyer, por edhe jeni përkthyer. Po, të dyja. Jam për të dyja. Po, cilat vepra janë përkthyer dhe si ndihet një autore kur udhëton në një gjuhë tjetër? Unë kam parë që jeni përkthyer edhe në kinezisht, jeni përkthyer maqedonisht në shumë gjuhë. Po, në Egjipt,
Në Itali, më shumë janë votuar vepra në Itali, janë votuar 3-4 romane, kanë qenë, si thua, dera ime e parë, ka qenë Italia. Pastaj kanë vërë në Maqedoni, në Kinë, Egypt, tregime janë votuar dhe në Kanada, dhe dikur, kur s'ishin marrëdhëniet kaq keqe dhe në Rusi. Po, për shembull, një nga librat që më është votuar më shumë është Ëngjët e Armatosur, që është një roman që unë e kam votuar në 2007, edhe që është një dashuri tragjike në kohë të luftës. Edhe sigurisht unë përfitoj nga kjo ngjarje për të dhënë dhe shumë gjëra të tjera të asaj periudhe në Shqipëri. Dhe libri ka pasur gjithnjë, në Itali është ribotuar 3 herë. Kështu që tani sapo doli në Greqi, sapo ka dalë. Keni bërë të udhëtimet që të shkoni të takoni lexuesi? Patjetër, dhe është shumë interesante qasja e lexuesve që aty kupton që ke dalë pak nga kufit e tu, që i drejtohesh vetëm publikut tënd dhe të kuptojnë këta, po mbase të tjerëve ju dukesh një botë e pakuptueshme. Por aty kur lexuesi ta ka kuptuar dhe thot për shembull që po, ke një mesazh shumë të mirë që do të thënë në luftë njerëzit sillen tjetërsoj nga koha e paqes. Apo jo. ose barra e një ndëshkimi i bie më shumë grave se sa burrave. Ose çfarë qëndrimi do mbash në një moment lufte. Tazëm kam një personazh që është neutral dhe thot ai mos më duhen gjë as gjermanët as partizanët as kush. Dhe ky qëndrimi im, thot ai, është shumë i vështirë për ta marrë, se gjithë më shikojnë me përbuzje, të tëra palët. Apo jo, por unë kam këtë bindje. Atëre, janë të gjitha këto gjëra që besoj që dhe për një lexues që nuk është shqiptar, gjen gjëra që janë pyetje apo idera që dhe ata i diskutojnë. Kush është autorja juaj e preferuar shqiptare? Si autore? Po, ndryshon me kohën. Dikur më pëlqente shumë Doradistja, kur isha shumë e re, dhe më tërhiqte egzotika e kësaj gjëje. Mysinea, që e kam zbuluar më vonë, mbasi o bë e mundur kjo gjë. Kështu që ka. Po, do doja t'ju pyesja edhe për një gjë tjetër. Çfarë ju tremb më shumë juve, zonja Diana? Harresa apo keqkuptimi? Në lidhje me mua? Jo, nuk më... Harresa mund t'jetë dhe natyrshme. Mund të ndodhi, nuk... Si dihet çfarë vendi do ngelet në letërsi për mua, unë nuk mund ta kuptoj. Dhe nuk e mendoj, dhe mund të harrohet, s'ka gjë. Nëse ka bërë pak hapa të mirë, i ka bërë. Unë kam bërë një kontributin tim të vogël në letërsinë shqipe, kështu e mendoj. Po keqkuptimi ju frikson? Jo, nuk besoj se jam keq kuptuar ndonjëherë me librat e mi. Nuk më ka ndodhur deri më sot. Mundet që të më ndodhi në të ardhmen. Po gjithsesi ju keni qenë aktive edhe në shoqëri civile për një kohë shumë gjatë, edhe në politik, po ashtu. Politik po të shkurtër. E njëjta. Domethënë keni qenë nga 2005-2009? 2009, po. Po pse e ndjet ju nevojën që si shkrimtare të futeshit në politik? Këtu ka një shpjegim. Mos harroni se 2005 është shumë afër ndryshimeve. Dhe ne ishim 35-40 vjeçar kur ndodhi ndryshimi. Ata që kishin qenë drejtuesa të administratës politikës Shqipërisë nuk mund të ishin më një klasë që të funksiononin. Dhe ne të gjithë mendonim, pastaj Shqipëria në 90-ën ishte pa drita, pa ujë, pa ligje, pa asgjë, nuk kishim asnjë përvojë. Dhe të gjithë mendonim që në mënyra të ndryshme duhet japim një kontribut. Dhe politikanët tanë të parë nuk është se vinin nga politika, vinin nga profesione të gjithë të ndryshme. Sepse menduan dhe ata si një përgjegjësi se do ta ndërtoj dikush këtë vendin. Ndërkohë unë u futa që në vitet 90 në lëvizjen e gruas. E themeluam bashkë, themi, ishim një grup grash që e themeluam vetë, me ndihmën e grupeve të grave amerikane, franceze dhe italiane, kanë ndihmuar shumë. Ndërtuam dhe rrjete ballkanike që kemi bredhur shumë nëpër Ballkan në atë kohë. Dhe një nga mësimet që ato na dhanë gratë e huaja, na thoshin që ju nuk duhet ta shikoni marrëdhënien me pushtetin vetëm në mënyrë të armiqësore, që do me thënë pushteti nuk na mbështet, na pengon, por ju nëse doni të bëni, se jeni në këtë kohë që po bëhen ligjet, dhe nëse ju nuk keni përfaqësuesit tuaja brenda në politik, ka mundësi që ato ide që ju keni, për shembull, pronën e barabartë në rast divorci,
të drejtat barabarta të fëmijët në raste të tilla, ose pagën e barabartë për të njëjtën punë. Të gjitha këto gjëra duhet jeni aty që të luftoni. Duke qenë vetëm nga jashtë, nuk keni lobim, nuk Ju ndjet nevojën që të edhe luftoni. ndjem nevojë dhe jemi futur në atë kohë kemi qenë vetëm 10 gra në parlament, po të 10-ta vinim rreth 8 vinim nga shoqëria civile me këtë qëllim. Ka qenë vetëm si mision. 140, ka qenë një mision. Edhe unë them që funksionoi sepse megjithëse ishim vetëm 10, sepse ne në atë periudhë u bë ligji 30%-shit dhe ne u bëm bashkë Për kuotën, a? për kuotën. Edhe morëm dhe eksperiencën e vendeve të tjera dhe bëm kuotën, u bë ligji i sigurimeve shoqërore se shumë ndërmarrje të grave fason sidomos i paguanin rrogën, por nuk i paguanin sigurimet shoqërore, ne e bëm në ato vite. Ishte shoqata e grave të ligjit, shoqata ligjore e grave, ato luftuan shumë për gjithë të drejtat e grave, pastaj në çështjet e pronësisë të fëmijëve dhe të punësimit, të gjithave këto. Këto u bën në këtë periudhë, edhe më vonë. Sigurisht, po ky që një hap shumë i rëndësishëm. Ligji të drejtave të riprodhimit u bë më herët në vitet 96-97, pa aty u bë një rrjet i madh organizatash që Po, u bë, sidomos me që përmendet të punën e ligjit të riprodhimit, u bë një debat shumë i madh kohët e fundit edhe për ligjin për barazi gjinore, edhe filluan edhe propaganda poshtë e lartë që jo po nuk është i mirë, jo po kështu, po sidomos se kjo pjesa e riprodhimit u diskutua shumë dhe si e shihni këtë ndërhyrjen edhe të burrave, po edhe të gjithë kujt tjetër që duan të kenë edhe të trupat e grave. Ja, pa, pikërisht, prandaj u baj ligj që atëherë dhe ka gjithë bota, dhe ne themi gjithnjë që të kemi mendjen se asnjëherë nuk ikën rreziku që të na i heqin. Kështu që jo, ligji ndoshta dhe nuk u sqarua mirë në televizion, sepse synimi ishte të përmirësohej. Jo vetëm ky, por në përgjithësi ligjet, legjislacioni për barazinë gjinore të përmirësohej. Edhe për të drejtat edhe për këto, se ka nene pa fund që ti duhet të shikosh tërkohën legjislacionin evropian dhe ti përshtatësh se do hysh në Europë, kështu që duhet ti kesh pothuajse gati këto pageta ligjore, ti kesh të bëra para se të hysh atje. Domethënë ka qenë në vazhdimsinë e këtij synimi. Por ndonjëherë në biseda e sipër dhe ngatarrohen. Nuk i thon shumë mirë. Pa ju zhgënjeu politika? Jo, nuk më zhgënjeu, madje unë kuptova që kur hyn atje brenda, nuk është ashtu si ti mund ta gjykosh nga jashtë edhe me paragjykime. Të mendosh që këta, siç është në përgjithësi ideja. Aty shikon që ka dhe njerëz shumë të ndershëm, ka njerëz të përkushtuar, që duan vërtet të përmirësohet nga të anët, që duan të përmirësohet, po sigurisht si kudo në botë ka edhe të meta. Po Hannah Arendt thoshte që politika ka të bëjë me të jetuarit bashk, pa e kemi humbur në aftësinë për të dëgjuar njëri tjetrin? Tani kjo vjen edhe nga një rrethanë tjetër që nuk është vetëm politike, sepse sot ne jemi të bombarduar nga kjo teknologji kaq e përparuar që është bërë inteligjenca artificiale, televizioni dhe telefoni. Njerëzit janë tërkohë në telefon dhe duke ecur rrugës. Mund t'i shtypi makina, se e kanë esin të vijat e bardha ose në bulevard me telefon në dorë duke e parë aty. Janë gjithkohë rinë në tavolinë, ka humbur dhe socializimi, sepse rinë 4 veta në tavolinë dhe shikojnë të gjithë, kanë shkuar për darkë. Dhe shikojnë telefonin. Kështu që ne jemi mërzitur me duke të dëgjojmë dhe duam vetëm të shikojmë. Edhe gjithë kjo është në tërë botën është problem kjo gjë. Është në gjithë botën. Po, si mund të zgjidhem? Është një fenomen i ri, relativisht shumë i ri, edhe kështu që dal nga dal do them që do zëri vend edhe do. Po me që ishim të politika, si mendoni se trajtohen gratë në politikën shqiptare? Jo, nuk trajtohen keq. Kemi shumë gra tani, nga jo 10 që kam qenë unë dikur, sot kemi ne, unë mund t'ju them ca statistika. Ne për shembull në sistemin gjyqësor që është shumë i rëndësishëm, ne kemi më shumë se 50% gra. Që kjo është një fitore jashtëzakonshme se nuk e kanë shumë vende dhe të përparuara. Edhe ne i kemi atje. Pastaj ne në shëndetësi dhe në arsime kemi 80%. Që janë dy bloqe të mëdha për të qenë afër shoqërisë dhe për të ndikuar. Sot kemi shumë kryetare bashkie. Gra, që dikur e kishim shumë problem, sepse gruaja duke qenë kryetare bashkie është më afër komunitetit
dhe dhe është më e ndjeshme dhe në ato problemet që thatë ju, me ato vajzat që mund të jenë në fshat, me hallet që kanë gratë, dhe është shumë mirë që ke një grua kryetare bashkie, sepse ajo për problemet sociale do jetë më e vëmendshme. Dhe në qeveri kemi gjithë ato gra, dhe në administratën qeveritare kemi shumë gra. Tani, a janë më të zonjat, apo ata, po të ashti dhe bura kemi ne të zotët dhe të pa zotët, do me thënë njerëzit që kemi ne në politikë dhe në administratë, duen gjithë një zgjedhur me vëmendje, qoftë bura, qoftë gra. Këtu jemi dhe ne përgjegjës kur votojmë. Zonja Diana, çfarë përfaqëson Tirana për ju? Tirana për mua është vendi im, është qyteti im i dashur që gjithnjë këtu jam lindur, këtu jam rritur edhe e shikoj që është bërë një qytet gjigant sot, një metropol kaq i madh, kaq i bukur. Ndonjëherë nuk i besoj syve. Ju pëlqen Tirana e sotme? Më pëlqen shumë. E di që kundërshtojnë sa se thonë jo kulla jo këto, po mua më pëlqen shumë, ka shumë energji. Të pëlqejnë të kullat? Edhe kullat më pëlqejnë, pse ti ketë New Yorku dhe ne jo? Pastaj neve nuk kemi prishur, Tirana nuk ka qenë një vend me arkitekturë mesjetare të vyer ose antike, që ne nuk duhet i prekim ato, siç nuk kemi prekur Beratin dhe Gjirokastrën për shembull, ose Butrintin apo këto vende që janë e vlera. Tirana ka qenë një qytet i thjeshtë, gjëja më e vjetër ka qenë xhamia e Tembeut, edhe ndonjë teqe, edhe ndonjë ur, por ato nuk i prekëm. Edhe bulevardet dhe ministrit dhe sheshin që bën italianët në vitet 30 nuk u prekën. Kështu që pastaj Tirana mori një formë në vitet 60, që u bën ca rrugë kryesore, edhe do me thënë u përmirësua dal nga dal, nga Tirana e viteve 20 kur është bërë kryeqytet e keni parë vetë. Ndoshta revolta më e madhe që kishin shoqëria civile ishte për rënimin e teatrit. Ajo mund të një pjesë e shoqërisë civile, jo e gjitha. Se unë për shembull që jam njeri që kam vënë drama në skenë dhe që e dua shumë teatrin edhe jam njeri i teatrit, unë nuk them se ai ishte një teatr, le të them monument kulture. Nuk ju duket domethënë. Po s'ishte, sepse ai kishte histori, se aty ishin vënë në skenë drama shumë të bukura, por ajo si ndërtesë ishte në kohën e Italisë, ka qenë një, më duket si punë kështu që magazina, një diçka e tillë, nuk ka qenë nuk kishte as mure ndonjë gjë. Tani do bëhet një teatr, janë hedhur themelet, do jetë shumë i bukur dhe mendoj këtu fillon një histori arkitekturore e teatrit. Po për marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri, kur ka qenë hera e parë që keni qenë Kosovë ju zonja Diana? Ju do habiteni. Unë ka qenë, kur unë kam qenë 21 vjeç. Po, në kohën e diktaturës. Po si shkuat në Kosovë? Si studente, kemi qenë një grup studentësh. Kam qenë në vit të fundit, 21 për 22, se unë nuk më ka kapur 7 vjeçaria, kështu që mbarova më shpejt fakultetin. Nuk më ka kapur 8 vjeçaria. Dhe ne ishim një grup studentësh që nga të tëra degët e fakulteteve që në një akord, në një marrëveshje me universitetet e Kosovës do vinin studenta ndaj këtu dhe ne do shkonim atje. Ishte një periudhë akoma pa filluar ajo era shumë e egër e Miloševićit. Kishte një lloj fryme pak tolerante. Edhe ne në këtë frymë shkëmbimesh që ekzistoi pak kohë, arritëm të shkonim dhe më kujtohet i kemi rënë me autobus. Kemi shkuar, kemi vajtur në Prishtinë këtej nga kufiri Malitzi. Si ju du Kosova kur shkuat? Për ne ishte një gjë jashtëzakonshme, një ëndër që shkuam në Gjakov, shkuam në Pej dhe në Prishtinë pastaj. Po si dukej, si ishte atër Kosova? Ne na dukej më mirë se Shqipëria, sepse ishte më e hapur ndaj perëndimit. Do me thënë, ne atëre vuanim shumë mbylljen. E kishim shumë të tmerrshme këtë. Vetmja dritare jona për perëndimin ishte Rai që e shikonim, që bënim antena. Po ju duk një mundësi jashtëzakonshme që dolët nga Shqipëria? Që dolët nga Shqipëria e parë që kaluat kufirin. Si ishte ai momenti kur kaluat kufirin? Ishte ai momenti që jashtëzakonshëm kur na vuna të vulën ke pasaporta. Si e pas keni përjetuar shumë herët? Shumë herët. Edhe sigurisht na shoqëronin dhe profesorët të universitetit, edhe nuk ishim vetëm ishim shumë të vëzhguar. Dhe sa gjatë ndenjet në Kosovë? Po besoj kemi ndonjë një javë, ose 2 javë kemi ndenjur dhe jemi kthyer. Po ta asojmë për shumë për këto udhëtime që janë për nëse dikush do donte që të mos kthej më, mund ta bënte këtë gjë? Po që e bënte. Mund të ikte natën Taratisej, por ti merje në qafë gjithë familjen tënde. Sepse pastaj do
Nuk është se ishte një akt edhe ti ikje dhe e kishe vendosur për akt disidence, çlirimi njerëzor e dita, se mund ta kenë bërë dhe njerëz të tjerë, por familjet e tyre dënoheshin kaq rënd sa që ti kishe një përgjegjësi. Po, për gjithë familjen. Mend të duke vetja egoist që unë për hatër të pikpamjeve të mia, unë shkatroj gjithë familjen dhe nuk të shkonte mendja. Po sot kur e shihni që jemi afruar kaq shumë, domethënë nuk kemi as dogan, s'kemi as kufim. Tani i kemi ditë për ditë shuajmë nga. E vizitoni shpesh Kosovën tani? Her pas here po. Her pa më ndodh me panajire libri, me takime më përgjithsisht për letërsinë, për takime letrare është. Mbaj mend që kam shkuar në Kosovë më një herë mbas luftës? Mbas luftës dhe që u shpall pavarësia dhe ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Po jemi në një moment shumë interesant për Shqipërinë, duke qenë se unë vetë kam mbaruar studime evropiane, kam qenë në Kolegjin e Evropës në Varshavë, tani u hapet në Tiranë, i njëjti kolegj ku kam qenë, unë është kampusi 3 që po hapet këtu. U hap, domethënë është viti 2 që mbahen, domethënë vazhdojnë studimet student nga gjithë Evropa që vinë tani jetojnë në Tiranë, që është me të vërtetë e jashtëzakonshme, edhe shoh që Shqipëria është në një moment shumë të mirë, shumë të përshtatshëm, që është afër Bashkimit Evropian. Dhe madje përmendet edhe Agenda 2030, domethënë 2030. Aty po numërojmë atë sahatin me sekonda. Çfarë do të thotë Bashkimi Evropian për juve, zonja Diana? Për mua dhe për gjithë ne shqiptarët, kam një përshtypje nga aq njohje sa kam për Shqipërinë, për ne është ëndra. E keni ëndruar ju? Ëndra e Sami Frashit që thoshte për shqiptarët dielli lind në Perëndim. Jo vetëm ne, ka 200 vjet kjo ëndër, ka qenë kohën e Bizantit. Po pse shqiptarët e dëshirojnë kaq shumë Evropën? Po sepse jemi pjesë e Evropës, bile mbasi jemi pjesa më natyrshme e Evropës. Këtu ka lindur Europa në këtë troje. Këtë po e diskutoja me një koleg timin suedez, unë sa fillova studimet, ishte shtatori 2023-shit, edhe ishin këto diskutimet e para nga po njifeshim, edhe ai ishte suedez o francez, edhe kishte një lloj përshmimi për vendet e vogla, dhe më pyet mua, thotë, po ju vendet e Ballkanit perëndimor pse duhet futeni thanë në BE. Unë thash, po shife thash, ne jemi pjesë integrale e Evropës, kontinentit evropian. Thash, ju s'keni mundësi të na hiqni neve, sepse gjeografikisht ne jemi aty. S'mund ta zhvendosni një kontinent tjetër. Dhe kultura e Evropës është bërë aty. Kështu që unë kështu i thash, ai s'kishte se si përgjigje i motutje. Pastaj të mos harrojmë se ne ky Ballkani edhe me Shqipërinë në krye e ka mbrojtur Europën që nuk erdhi pushtimi Osman. E vuajtëm ne pastaj, por prej nesh ndodhi që ata u tërhoqën, qëndruan deri aty turqit, se panë që s'kishin më mundësi, se u bëm ne pengesë. Skënderbeu me gjithë gjërat, me gjithë luftat e tij të pafundme, dhe ata historian të huaj evropian e dinë këtë, thonë, për në Romë është sheshi Skënderbeu me gjithë monumentin. Edhe librat që janë shkruar pafund për të, e gjitha. Do kaloj tani një pjesë tjetër dhe do ju bëj ca pyetje që lidhen me juve si person. Unë do doja t'ju pyesja se cila është frika juaj më e madhe, zonja Diana? Jo, frika ime më e madhe. Unë dua një gjë, dua që kur të mbaroj, që fundi im të vi, që mbrapa t'i lë të gjithë njerëzit e mi të dashur të jenë mirë. Keni qef t'i kënë fund e para? T'i para t'i lë mirë, t'i shikoj mirë, t'i lë mirë. Kjo është frika, dua t'i ke unë. Keni frikë nga vdekja ju? Jo, s'kam. Si është një vdekja? Është normale, i vjen çdo njeriu. Sigurisht, kur nuk e mendojmë, për shembull vendet e lindjes, ata që kanë budizmin apo hinduizmin, ata dhe me teorinë e tyre të rimishërimit, edhe me këto, ata e pranojnë vdekjen shumë më mirë se ne europianët dhe perëndimorët, se ne kështu jemi. Dhe ne jemi, jeta për ne ka rëndësi, dhe vdekja na duket shumë e largët, dhe nuk e përfitojmë, kurse ata e pranojnë më mirë. Kështu që dhe unë bëj pjesë si gjithë ne shqiptarë, ballkanësit edhe. Po cila është marrëdhënia juaj me të mbinatyrshme, me Zotin, me si ta quhesh? Unë jam jo besimtare e bindur. Jeni ateiste? Jam ateiste, po.
E keni vendosur qysh në Shumë herë që në rini, do me thënë. Që kur fillon njeriu dhe bëhet i ndërgjegjshëm dhe fillon studion. Nuk e kam këtë se këtu në Shqipëri për shkak të diktaturës ngatrojnë komunizmin me ateizmin. Ateizmi ka ekzistuar që në kohë mesjetës hershme edhe që përpara. Kështu që nuk ka të bëjë. Do me thënë fundi për ju është këtu. Fundi është në tokë. Kur mbaron këtu s'kam. Mbaron. Por njeriu mbetet jeta nuk fillon me lindjen dhe nuk mbaron me vdekje në një kuptim tjetër. Do me thënë, ti ke një të shkuar, janë prindrit e tu, gjyshrit e tu. Ato janë fillimi i jetës tënde, apo kemi gjithë një të shkuar. Kemi ata që ne dim dhe ata janë brenda nesh, ajo jetë e atyre është brenda nesh. Dhe ne kur ikim, prap kemi lënë mbrapa. Dhe na kujtojnë, ne që shkruajmë dhe na lexojnë ndonjë gjë, po fëmijët e tu, niprit, të gjithë e dinë që dhe nuk mbaron e tëra, është një zgjatje më e madhe dhe është e bukur. Po çfarë konsideroni ju lumturi të plotë? Nuk e di, këtë se ka menduar ndonjë. Unë mendoj që lumturia është krahasim realitetesh. Do me thënë, je më i lumtur sot kur ke kaluar një situatë të keqe, dhe atëherë thos, o sa mirë jam sot sa. Është relative shumë. Jeni e lumtur ju sot? Në kuptimin, le të themi, të normal të fjalës, se njeriu është i prirur më shumë të ankohet se sa të gëzohet. Thot, pas se kam rregulluar këtë, se kam bërë këtë, ose çka gabimi kam bërë dikur edhe sa i natë më vjen. Ankohen ju shumë? Përpiqem të mos ankohem se shoh që bëhesh i bezdisshëm kur ankohem. Po rrethën, ë? Dhe kështu që në këtë kuptim, në kuptimin racional dhe të ftohtë, mund të them që unë duhet të quhem një njeri i lumtur sepse fëmijët e mi janë mirë, motra ime, njerëzit që dua, domethënë me prindrit, domethënë gjëja ka shkuar në kuptimin normal njerëzor me tuljet e ngritje të çdo lloji. Por pa tjetër që në gjën time personale, nuk jam e lumtur me librat që s'kam bërë. Ose... Po koha është, mund të vazhdoni të shkruani. Po, çdo ditë është një më pak. Po, e përmendët motrën tuaj, cili është raporti me motrën? Ja, kemi shumë të ngushtë, po. Jeni afër me motrën? Mjeke, po, jemi afër, 3 vjet kemi diferencë, po. Dhe kaloni kohë bashkë? Kalojmë kohë bashkë dhe mbase kur rim nuk flasim shumë, po s'ka nevojë. Po kur ndjeni ju e lirë, tamam? Kur kam mbaruar gjithë gjërat e tjera dhe jam ulur para kompjuterit. Edhe nuk mendoj në këtë sekond që kam për të bërë këtë dhe kam për të zgjidhur këtë dhe kam për të bler këto pazarin ose kështu, kur janë mbaruar të gjitha këto, dhe unë ulem te kompjuteri dhe s'kam asnjë kam mbar në kokë. Liria juaj fillon atëherë kur ju shkruani? Aty fillon. Bukur. Po, a besoni ju se njeriu shpëtohet nga dashuria apo nga kuptimi që i jep jetës? Po dashuria është një gjë shumë e bukur që ka njeriu në jetë, po jo të gjithë njerëzve dhe jo çdo njeriu i vjen në mënyrë të mirë. Ndonjëherë shkakton edhe dëme. Ndonjëherë shkakton vuajtje. Për shembull, në popujt ku feja është shumë e ashpër, e radikalizuar, dashuria gjithmonë është e para që dënohet. Nuk e di pse. Të krishterë musliman të gjithë dashurinë kanë pasur synim ta mposhtin shumë, si duket është çështje kontrolli. Sepse dashuria ndodh zakonisht në rini dhe ti duhet i kontrollosh të rinj të mos bëjnë martesa ose lidhje që s'u pëlqen këtyre më të mëdhenjve. Po dashuria çfarë është për ju, zonja Diana? Po dashur është pjesë e jetës, është një dhuratë nëse ajo vjen mirë. Në qoftë se nuk ke këto kontrollet dhe këto, nuk ndodhesh në situata si Romeo dhe Julieta, le të themi. Keni dashuruar shumë jetë ju? Po, me bashkëshortin tim jemi martuar me dashuri të madhe bile. Ashtu? Dhe derisa kemi po mbushim 50 vjet bashkë. Ua, po si u takuat me bashkëshortin, se si u pyet? Po Tirana e kohës ishte kështu. Ishim në Tiranë. Ishim afër me rrugë, me shkolla, me jo ndonjë diferencë madhe. Po komplekse keni ju, zonja Diana? Nuk besoj se kam, do kem pasur dhe unë jetë plot. Cilat kanë qenë komplekset tuaja? Po kompleksi letrar për shembull ka qenë i fortë më përpara, që ndoshta edhe mbetet akoma që se bëj mirë të librin, që
E ke këtë ndaj vetes. Keni këtë mungesë të besimit ndonjëherë? Ndonjëherë të vjen. Asnjëherë dhe kur mbarojnë librin dhe ka dalë, dhe kur të thonë të gjithë që shumë njerëz, jo të gjithë, të thonë që është i mirë, prap ke dyshime. Po kush ju përmbush juve egon? Kur ndjen ju mirë? Se di, nuk kam. Nuk e mendoj. Kur më përqafon ai nipi ose ajo mbesa. Jeni person që përqafon? Me fëmijët patjetër. Në përgjithësi. Ka ndonjë nënë apo ndonjë gjyshe që nuk përqafon. Po pas gjithë këtyre viteve me letërsinë, me politikën, me jetën, me njerëzit, çfarë ka kuptuar Diana Çuri për njeriu? Unë kam një moto me veten time që them që puna, domethënë të gjithë bijem në gropa e në gremina, gjithmonë gjatë jetës. Edhe unë mendoj që njeriu shpëton ose ngrihet prap nëpërmjet punës. Domethënë, dhe sikur ti je shumë i dëshpëruar, fillo dhe puno një gjë. Atë punë që di të bësh, atë që ke. Po jepu mbas saj dhe dal nga dal se si vjen dhe ti fillon dhe merr forcën prap. Këtë kam unë si përvojë ndoshta, si në jetën time kështu më ka ndodhur. Zonja Diana, shumë faleminderit që ishit pjesë e podcastit tim pa komplekse. Unë e shijova shumë këtë bisedë me juve. Edhe unë me ju se nuk e di, jeni shumë ndjet njeriu i lirë kur flet me ju dhe mirë. Edhe nuk mendohesh se a them mirë apo e them keq këtë gjë. E vlerësoj shumë këtë. Dhe faleminderit shumë për këtë energji dhe këtë gjë të bukur e të mençur që ju bëni. Shumë faleminderit. Mbi të gjitha energjia është shumë e rëndësishme. Sepse është kjo energji që na mban gjithëve. Pikërisht, ajo është. Dhe e transmetojmë. Dhe e transmetojmë. Kështu që unë ju falenderoj shumë dhe një herë dhe shpresoj që të kemi edhe prap herë tjera raste që të bashkëbisedojmë, sepse bisedat janë gjithmonë të bukura, sidomos me një shkrimtare si ju. Edhe bisedat e mbajnë njeriu. Sado të jemi në WhatsApp apo në Zoom, nuk është e njëjta gjë. Apo jo. Shumë faleminderit edhe një herë. Edhe unë ju falenderoj. Miq të dashur, ju falenderoj shumë që na ndoqët edhe në këtë episod podcasti dhe ju mirëpres në episodet e radhës të podcastit tim pa komplekse me mua Elioni. Deri atëherë, mirupafshim.